Si do ja dilni ju në këto zgjedhje? Me një kryetar partie që e keni pas hekurave, me lista që jeni bashkë me Partinë Demokratike dhe me 4 vende që keni të sigurta, po një pjesë tjetër janë në listat hapura. Si do ja dilni që të depërtoni dhe të shkoni tek ai qytetari në këto zgjedhje që janë gati të veçanta, unikale për ju? Jo, pa diskutim që ju thoni shumë të vërteta, ju sa po thatë shumë të vërteta, që ka të bëjmë atë që ne pa tjetër që atë që kemi premtuar e kemi mbajtur, pa tjetër që kemi bërë maksimumin që njerëzit i ndihmojmë të angazhohen, të kenë punë, të kenë mundësi për të punuar. Pa tjetër kemi qenë të kujdesshëm që këtë ta bëjmë brenda në një kujdes të veçantë për profesionalizmin dhe për meritokracinë. Por do thoja që ajo që vjen më pas tani në këto momente është që kundër kësaj partie është vepruar në mënyrën më të egër. Nga kush? Nga mazhoranca aktuale. Dhe më thonë, gjëra të pa imagjinueshme për një sistem normal politik, ku janë targetuar njerëz të saj, janë tërhequr me premtime, me punësime, dhe një pjesë për tyre kanë rënë pre kësaj tërheqje, këtyre ofertave që janë bërë nga partia në pushtet. Shumë njerëz ndoshta e perceptojnë si një përçarje familjare që solli dhe përçarjen e partisë. Nuk është kështu? Është një angazhim i rrallë siç ka premtuar dikur ose siç është thënë dikur për ta çuar për skrap? Absolutisht. Partia është, një parti e përçar është një parti që ka dy, thoja, ose më tepër grupime, fraksione ose platforma që janë konkurrente me njëra tjetrën. Ne kemi një qartësi shumë të madhe për sa i takon platformës politike rreth të cilës mblidhemi. Dhe janë 5 prioritetet. Është programi jonë politik i miratuar në kohën e themelimit në 2022, një program shumë i qartë, një program i cili do të shërojë të gjithë plagët që ka Shqipëria. Dhe kjo e përsëris, dhe se më pëlqeu shumë termi juaj i premtime, është shumë ulëritëse. Premtimet tona, programi jonë është shumë ulëritës për situatën ulëritëse që ka Shqipëria. Për sa i takon presidentit Partisë Meta, pa diskutim që ai është në themel të gjithë saj përpjekje. Është pavarësisht nga gjendja e tij aktuale, nga izolimi i tij fizik, por ai është drejtues aktiv. Si koordinojni, si komunikoni me zotin Meta? Tjetër, në mënyra që lejon ligji. Por shumë si? Me letra, me biseda telefonike, me takime, të gjitha mënyrat dhe hapësirat që i lejon ligji ne i përdorim dhe partia është do thoja në një qartësi veprimi dhe një qartësi organizative si asnjëherë tjetër.